Ju përshëndes gjithëve, mirë se vini në Shqipëria sot, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Një kontratë marramendëse prej $6 milion është firmosur nga një grupim i panjohur i quajtur Fondacioni Shqiptaro-Amerikan dhe një person me emrin Nureddin Seçi për t'i hequr statusin non grata Sali Berishës. Kontrata parashikon pagesa prej $250.000 çdo muaj deri në vitin 2027. Partia Demokratike nuk thot nëse janë shërbimet e Kris Laçivita, por pagesa e parë në prill koincidon dhe me ardhjen e këshilltarit amerikan në Tiranë. Suksesi vetëm deri tani i lobimit është vetëm një telefonat me kabinetin e sekretarit të shtetit Marco Rubio. Sali Berisha ka nisur zyrtarisht lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e non gratës. Kjo është kontrata e cila provon fillimin e iniciativës së doktorit për të hequr njollën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilën nuk po heq as administrata e re Trump. Ajo parashikohet të jetë 2 vjeçare me një kosto mujore $250.000 dhe në total $6 milion. Deri tani janë paguar $750.000 paradhënie, por palët kanë rënë dakord që kontratën mund ta ndërpresin në rast të një kërkese të dytë. Edhe pse në detaje është kujdesur ta fshehë qëllimin personal me ato për krijimin e marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë dhe Kongresin Amerikan, mbështetja për reforma për demokracinë e kundër korrupsionit, apo përvojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar objektivat e Partisë Demokratike. Jo rastësisht, Partia Demokratike ka përzgjedhur një kompani lobimi të zotëruar nga Trumpist. Continental Strategy është themeluar nga ish këshilltari i presidentit Trump, Carlo Trujillo, por në gjirin e kësaj firme ka disa njerëz të afërt me Trump. Kjo kompani promovoi si drejtoresh Katie Wiles, vajza e Suzy Wiles, që shërbeu si shefja e fushatës së presidentit Trump. Alberto Martinez, një ish shef stafi i sekretarit të shtetit Marco Rubio, është punësuar si një partner menaxhues, por edhe zëvendës drejtori politik i fushatës së Trump, Alex Garcia, si partner. Nga Selia Blu kontratën e ka firmosur sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, kurse si garantues i pagesave ka dalë një shqiptaro-amerikan me emrin Nureddin Seçi. Sipas Selis Blu, kjo është një iniciativë e tij dhe disa emigrantëve shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do të paguajnë $6 milion vullnetarisht, dhe Partia Demokratike ka firmosur vetëm dakordsinë, por jo barën financiare. Kontrata është firmosur në 4 prill dhe Partia Demokratike e ka marrë edhe shërbimin e parë. Një telefonat, një bisedë telefonike me Dan Huller, shefin e stafit të sekretarit të shtetit Marco Rubio, i cili drejton departamentin që mban në fuqi non gratën e Berishës. Por a është kjo kontratë pagesa për konsulentin amerikan Kris Laçivita? ABC News u interesua pranë Partisë Demokratike me të njëjtën pyetje, por në një reagim zyrtar, Selia Blu nuk ju përgjigj interesit dhe as nuk sqaroi nëse është kjo manovra që ka zgjedhur Berisha për të paguar fushatuesin e Trump duke anashkaluar detyrimet ligjore. Por pagesa e parë në prill koincidon me ardhjen e këshilltarit amerikan në Tiranë për hapjen e fushatës së Partisë Demokratike. Doktori ndërkohë ka premtuar se do të publikojë kontratën me Laçivita, por e ka shtyr disa herë. Laçivita nuk përmendet në këtë kontratë lobimi, por kompania e kontraktuar ka si drejtoresh Katie Wiles, vajza e Suzy Wiles. Kjo e fundit bashkë me Laçivita bashkëdrejtuan fushatën e Trump në 2024, po ashtu në oborin e doktorit, prej muajit shkurt, sorollatet lobisti Paul Manafort, roli i të cilit mbetet i paqartë për momentin. Ky është lobimi i dytë i Berishës për non gratën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Herën e parë, ai kontraktoi kompaninë e Charles Black, ish ortak i Paul Manafort. Kontrata ishte vullnetare, pa pagesë, por Black dështoi t'i heqë non gratën Berishës, sa kohë në krye të Departamentit Amerikan të Shtetit qëndronte Antony Blinken.
E sulmoi për disa vite rresht si trafikant dhe përdhunues dhe në vitin 2015 e denoncoi edhe në prokurori, por tani Partia Demokratike ka rimar në gjirin e saj Elvis apo Ervin Roshin, ish kryetarin e Bashkisë së Kavajës. Roshi humbi dhe postin e tij dhe mundësinë e rikandidimit për shkak të ligjit të dekriminalizimit, por ai u shfaq në mitingun e Sali Berishës në Kavaj ditën e premte. Elvis Roshi, ish kryebashkiaku socialist i Kavajës, është rishfaqur në publik në mitingun e Sali Berishës, dikur kundërshtar i tij politik. Në përpjekje për të mos u identifikuar, Roshi mbante në kokë një kapele dhe qëndronte pa kreshta pas flamurnokës, por më shumë se prania fizike e ish kryebashkiakut, duke se tashmë Roshi është vendosur në vijën e parë të fushatës së PD-s në Kavaj, pasi kushëriri i tij Elton Roshi kandidon në siglën e koalicionit madhështor. Të shtunën në Kavaj, Berisha nuk tha asnjë fjalë për Elvis Roshin, por nuk janë të largëta vitet, kur ai e cilësonte atë një kriminal që kishte zaptuar pronat e Kavajasve dhe jo vetëm. Në tetor të 2017-s, kur Lulzim Basha humbi përballë Edi Ramës, Sali Berisha do të lëshonte një lumë akuzash në parlament për Elvis Roshin, nga vrasës deri tek përdhunues e trafikant. Kur Elvis Roshin del me 5 emra në 3 procese, përdhunues, vrasë tjerë dhe trafikant. Zotëri, ti nuk je avokati zyrtari ti, nuk është avokati zyrtari ti, për është përfituesi kryesori krimeve të ti, prandaj dhe del mashtron Kavajën dhe gjithë Shqipërinë. Por këto nuk do të ishin akuzat e vetme, edhe në vitet që do të pasonin kur Berisha drejtonte PD-n nëpërmjet djalit të tij politik Lulzim Basha, do të vijonte një fushatë e gjatë denoncimesh në rrjetet sociale ndaj Roshit për privatizimin e tokave, por me sa duket kohët ndryshojnë shpejt. Sali Berisha jo vetëm i ka harruar akuzat e tij të dikurshme, por Elvis Roshin e ka marrë pranë vetes, mbas edhe se ka një element të përbashkët, problemet me drejtësinë. Një ditë pasi tha se nuk ishte ushtruar dhunë mbi një zyrtar lokal, dalin pamjet se si deputeti demokrat Xhelal Mziu dhe një i afërm i tij goditën fizikisht zyrtarin pas një takimi elektoral në Ostren të Dibrës. Mziu shihet qartë që godet personin, ndërsa një ditë më parë kishte kërkuar që prokuroria të mblidhte pamjet videos. Paksa kaq ka marrë çështjen dhe ka regjistruar për procedim penal. Një kamër sigurie e një biznesi ka filmuar momentin e dhunës së ushtruar nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Dibër Xhelal Mziu dhe nipi i tij ndaj 33 vjeçarit Kalosh Murra. Siç shihet nga pamjet, kandidati për deputet i Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës Xhelal Mziu dhe nipi i tij pas takimit elektoral kanë rrahur me grusht e Kalosh Murrën me detyrën e përgjegjësit të ndihmës ekonomike në njësinë administrative Ostren. Në video Xhelal Mziu dhe nipi i tij kthehen dhe futen brenda oborrit të njësisë administrative Ostren, aty ku edhe ndodh dhunimi. Pas këtij incidenti të rënd nga kandidati demokrat Xhelal Mziu ndaj zyrtarit lokal, policia e Bulqizës ka referuar materialet në SPAK për veprën penale të kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje për Mziun dhe nipin e tij. Ashtu siç thot policia e Bulqizës, Xhelal Mziu nuk ka vepruar vetëm në dhunimin e Kalosh Murrës, por në ndihmë ka ardhur edhe nipi, pra vepra penale është kryer në bashkëpunim, çka do të thotë se Mziu mund të rrezikojë nga 1 deri në 5 vite burg. Do ndjekim në këtë moment një takim që po zhvillon Krye Socialisti Edi Rama me student dhe pedagog në Vlorë. Së sistemi drejtësisë, Poloni, aty brenda. Kështu që duke hyrë në atë familje, përfundimisht shqiptarët i garantojnë vetes dhe fëmijëve të tyre që barazia para ligjit nuk diskutohet më. Faleminderit. Duke ju përshëndetur paraprakisht, do të thoja që ky dialog mes komunitetit akademik dhe politikës është domethënës për faktin që ti vjen këtu dhe dëgjon zërin e atyre që kanë mendimin e lirë, kanë një reflektim kritik dhe për më shumë janë ata që kanë një përkushtim kaq dinjitoz për brezat e rinj. Por unë nuk do ta konsideroja thjesht një takim elektoral, se këto takimet janë
pjesë e fushatës tuaj, por do të konsideroja si një mundësi realiste, të cilin ju, zoti kryeministër, e keni bërë dhe më parë. Edhe para 12 vitesh, kur erdhët tek Universiteti Ismail Qemalit Vlorës, dhe gjetëm mbështetjen e këtij stafi akademik dhe atyre studentëve që kishin kontribuar gjithë kohës për të bërë ndryshimin e madh. Dhe ashtu e bën. Unë do të konsideroja si një bashkëpunim që duhet të jetë midis qeverisë dhe botës akademike, me qëllim që ne të ndërtojmë dhe të ndikojmë tek qeveria për të implementuar një filozofi që do të ndërtojë shtyllat e një zhvillimi të qëndrueshëm. Ndërsa ndër të tjera nuk jam natyrë konformiste, por duhet të them që ke bërë një zgjedhje të zgjuar dhe pragmatiste, po më shumë se kaq ke treguar një vizion më shumë modern dhe të hapur me zgjedhjen e 2 kolegëve tona nga Fakulteti i Ekonomisë, profesore Zamir, e para, dhe e dyta dhe një vajzë tjetër të edukuar në Perëndim. Dhe kjo është evidenca më e qartë dhe shumë signifikative. Ndërkohë që pa u zgjatur, do të doja të bëja një pyetje. Cilat janë sfidat kryesore që do të përballojë qeveria në 4 vitet e ardhshme për të garantuar zhvillim ekonomik dhe shoqëror, për forcim institucionesh, për të rritur kapacitete profesionale dhe për të zgjidhur punësimin dhe rritur besimin e qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit. Pyetja është ka një hark shumë të gjerë, por unë dua ta fokusoj përgjigjen prap tek Bashkimi Evropian, sepse e mendoj si për veten time, nëse unë nuk do isha në këtë detyrë edhe nuk do isha i detyruar që të mësoja dhe të kuptoja në thelb procesin e integrimit, nuk do kisha iden e kompleksitetit edhe të dobishmërisë të atij procesi, që për shumë kënd është normale që të jetë diçka krejt e pa kuptueshme, përveç se si një marrëdhënie politike, na duan, s'na duan, na fusin, s'na fusin e tjetër. Unë e përdor her pas here si krahasim, çdo krahasim çalon, po ka një bazë që Shqipëria në aspektin e prapambetjes në raport me të tjerët ishte shumë e ngjashme me Afganistanin. Si prapambetje po flas. Dhe faktikisht Shqipëria sot është në një nivel tjetër, dhe është realisht pranë realizimit të një ëndre shumë të vjetër të përkatësisë europiane të saj. Ndërkohë që Afganistani u kthye prapë te talibanët. Dhe unë besoj që në thelb fare ndryshimi është ky. Ata nuk e kanë mundësinë që kemi ne. Ne kemi mundësinë që të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Ata nuk e kanë. Dhe në ana tjetër, ekzekutohet marrëmzjarri një 58 vjeçar në Vlorë. Renato Hoxha i ka marrë 3 plumba në kokë dhe trup pranë banesës së tij. Prej vitesh viktima punonte si roje në një objekt në ndërtim, ndërsa nuk kishte një emër njohur për policinë. 58 vjeçari jetonte i vetëm pasi ishte i divorcuar dhe kishte 2 fëmijë të rritur. Dyshohet se autori mund të ketë hyrë nga një rrugë pas banese pa kamera sigurie.
Një 58 vjeçar është ekzekutuar me 3 plumba në Vlorë. Renato Hoxhaj është gjetur pa shenja jete mëngjesin e së dielës në lagjen Hajro Çakëri pranë banesës së tij. Viktima punonte prej 5 vitesh si roje në një objekt në ndërtim. 58 vjeçari ka marrë 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, por nuk dihet ende me çfarë lloj arme është qelluar, pasi banorët të zonës nuk kanë dëgjuar të shtëna. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit kur po kthehej në shtëpi. Ai është goditur nga afër 3 herë me armë zjarri tek shkallët në hyrje të banesës së tij. Policia është lajmëruar nga bashkëtuesja. Burime pra ABC News konfirmojnë se Hoxhaj nuk ishte një emër i njohur për policinë. Megjithatë po hetohet nëse mund të ketë pasur probleme në të shkuarën. Policia po kontrollon kamerat e sigurisë së zonës për të parë nëse kanë kapur ndonjë gjurmë të autorit. 58 vjeçari jetonte vetëm pasi ishte i divorcuar prej vitesh dhe ishte baba i 2 fëmijëve të rritur. Nga banorët njihet si njeri pa probleme. Dyshohet se autori mund të ketë hyrë edhe nga një rrugë tjetër pas lagjes, e cila ishte si shtek pa kamera sigurie dhe në errësirë totale. Unë do t'jem në këto momente drejt për drejt me Elton Nikon për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Elton, të përshëndet, cilat janë informacionet që kemi lidhur me këtë vrasje? Si që thamë, apo dhe si që thamë dhe në kronik, ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit të sotëm, shumë pranë banesës 58 vjeçarit, ndërsa ai punonte në një objekt që ndodhej shumë pranë vendit ku ka ndodhur edhe ngjarja, pranë banesës së tij si roje në një objekt në ndërtim. Ka marrë 3 plumba, 2 prej cilëve në kokë dhe 1 tjetër në gjoks, ndërsa sipas burimeve nga policia e Vlorës mësohet se shqylluar në drejtim të tij me një armë tip pistolet, duke shkaktuar dhe vdekjen e menjëhershme. 58 vjeçari ishte i divorcuar, jetonte me një bashkëtuesen e tij, të cilën e pam edhe në kamera në momentin kur mori vesh edhe lajmin e ngjarjes, ndërsa 2 fëmijët e tij jetonin prej kohësh në Itali. Në fakt, Renato Hoxhaj nuk është person i njohur për policinë e Vlorës, nuk është person me precedent penal, ndërkohë që edhe banorët e zonës rreth vendit të ngjarjes u shprehen të habitur nëse mund të themi për ngjarjen e rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në qytetin e Vlorës. Megjithatë, policia e Vlorës ka nisur hetimet për këtë ngjarje të rëndë, janë sekuestruar kamerat e sigurisë përreth zonës për të parë nëse mund të gjendet në një gjurmë e mundshme rreth autorit të ngjarjes që mund të ketë lëvizur pikërisht në atë zonë. Megjithatë, vendi që çon nga zona ku punonte 58 vjeçari në drejtim të banesës së tij është thuajse një rrugicë shyqore që nuk ka as ndërçim as kamera sigurie dhe kjo mund të vështirësojë gjithsesi punën e policisë. Normalisht do të merren në pyetje edhe persona që jetojnë përreth zonës në fjalë, por edhe bashkëtuesi e tij nëse ka patur ndonjë grindje apo ndonjë problem në të kaluarën e tij. Edhe pse për momentin, siç e thash pak më parë, ndaj 58 vjeçarit policia e Vlorës konfirmon që nuk ka precedent penal, megjithatë mbetet një ngjarje e rëndë e cila do të vijohet të hetohet në vijim dhe gjitha ato detaje janë mbledhur për të saktuar nëse mund të çohet në gjurmët e autorit të ngjarjes. Që do të thotë Elton, deri në këtë moment nuk kemi një ose disa pista? E thash që për momentin nuk ka një ose disa pista, ajo që mund të dyshohet deri në këtë moment për një ngjarje të mundshme në të kaluarën e 58 vjeçarit, megjithatë siç e thash pak më parë, policia konfirmon që ai nuk është person me precedent penal, pra nuk është një emër i njohur për policinë e Vlorës. Punonte prej kohësh si roje private në objektin ndërtim shumë pranë banesës së tij, është rrugica që drejton më pas drejt banesës dhe pikërisht në atë vend ai ishte qelluar me armë zjarri tip pistolet, e konfirmuar kjo nga policia me 3 plumba, 2 prej cilëve ka marrë në kokë dhe 1 në gjoks. Pra, dyshimet e policisë janë që autori të jetë fshehur pikërisht në këtë rrugicë shyqore dhe më pas ka kryer edhe ekzekutimin. Kamerat e sigurisë janë sekuestruar, normalisht mund të ndihmojnë policinë e Vlorës për të gjetur në një gjurmë të mundshme rreth autorit të ngjarjes, si më pas mund të çojë pse jo edhe në shkaqjet apo motivin e vrasjes së ndodhur mëngjesin e kësaj të diele në qytetin e Vlorës. Faleminderit Elton Nika për raportimin dhe detajet që ndave me ne. Faleminderit. Ecimotej Spak ka kërkuar konfiskimin e pasurive të Erion Kasmit dhe të Julian Xhafës, të akuzuar për mashtrim kompjuterik dhe grup të strukturuar kriminal. Sipas prokurisë posaçme bëhet fjalë për 2.3 milion euro pasuri, apartamente, garazhe, subjekte tregtare në disa qytete të vendit. Detajet nga kjo kërkesë e Spak i përcjell në një lidhje të drejtë për drejtë Bleuna Sari.
Leona, të përshëndes, ndalemi me një raportim së bashku lidhur me këtë kërkesë prokurorisë posaçme për konfiskimin e pasurive të 2 personave që përmenda, për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Të përshëndes edhe unë Rovena, po struktura e posaçme antikorrupsion SPAK ka kërkuar në fakt konfiskimin e 2.3 milion eurove pasuri të 2 personave. Erion Kasmi dhe Gjulian Xhafës, në fakt ato dy janë të akuzuar pikërisht nga SPAK-u për mashtrim kompjuterik dhe për grup të strukturuar kriminal. Në fakt bëhet fjalë pikërisht për një shumë të madhe pasurie, 2.3 milion euro, mes tyre një pasurie përbërë nga apartamente, garazhe, një tregtare, subjekte në Tiranë, Durrës, Kavaj dhe në Sarandë. Ndërkohë që Erion Kasmi në fakt edhe Gjulian Xhafa u dënuan me 21 vite burg për një shumë të caktuar, bëhet fjalë për 7 milion euro pra para, të cilat u janë zhvatur qytetarëve gjerman përmes mashtrimit me call centera dhe ata të fundit mashtroheshin duke investuar kështu në bursa të cilat ishin pra fiktive. Ndërkohë që apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pra GKKO-s ka prishur vendimin më datën 23 prill pra dhe ka urdhëruar që çështja të rigjykohet nga fillimi me një trup tjetër të gjykatës së posaçme. Ndërkohë që më 8 korrik gjithashtu ka pasur një tjetër vendim për Erion Kasmin, i cili rezulton i akuzuar për si organizatori i kësaj skeme mashtruese dhe është dënuar me 11 vite burg në apelin dhe gjithashtu gjykimi i shkurtuar i ka marrë dhe do të dënohet me 7.4 vite burg. Nga ana tjetër është dënuar me 10 vite burg Gjulian Xhafa, i cili me gjykim të shkurtuar do të vuante dënimin e 6.8 vite burg. Ndërkohë që sipas prokurorisë së posaçmes, dosjes së cilës është zbardhur për këto mashtrime, le të themi, të 2 personat në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me një call center të ngritur, mashtroni qytetar të huaj kryesisht gjerman në investimin e bursave dhe më tej pra përfitonin shumë të mëdha parash deri në 7 milion euro në një prej frazave të dosjes dhe tashmë është kërkuar dhe konfiskimi 2.3 milion eurove pasurie përbër nga apartamente, toka dhe njësi tregtare apo edhe subjekte të tjera që përfshihen në kryeqytet, në Durrës, në Kavaj dhe në Sarandë. Faleminderit Blona Cari për raportimin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndodhet në një takim në Selanik me shqiptarët, atje ndjekim. Ndaj eurodeputetit Fredi Beleri është një nga aktet më të shëmtuara në historinë e demokracive europiane. Edi Rama përdori truket e vjetra të sigurimit shtetit, përdori të njëjtit element për t'i rrëmbyer mandatin që i dhanë Fredi Belerit qytetarët e Himarës. Dhe kjo vetëm se Fredi Beleri nuk pranoj të shitej. Nuk pranoj të kandidonte për Edi Ramën. Jo, i tha, unë jam i djathtë, unë nuk tradhtoj ato parimet mia. E vërteta është se prapa qëndrimit antikushtetues, qëndrimit shkelmimit të kartës europiane të drejtave të njeriut, që mbajt na i Fredi diskriminues. Pse diskriminues? Çdo njeri tjetër para Fredi Belerit që ndodhej në i burgosur është lejuar të bëjë betimin, sepse kushtetuta nuk e lejon të bëjë betimin. Kurse Edi Rama mori çdo mas kundër tij në kundërshtim me kustetutën, sepse e dinte që nga 225.000 metër katror tokë që po grabit të manastirit të Skutaras dhe në Gjipe, kanjonit të Gjipes, Fredi Beleri s'do t'i jipte as 1 metër katror. Fredi Beleri do mbronte pronat e bashkëfshatarëve, bashkëqytetarëve të tij. Kjo është e vërteta. Po pse u ndala këtu? U ndala këtu se
Unë dala këtu miqë, se çfarë është aftë, për të treguar se çfarë është aftë, mafja, për interesat veta, të bëj, të sakrifikoj, të dëmtoj, pavarësisht statusin e gjysmë milioni shqiptarëve, marrëdhëniet me fqinj të cilat janë gjithnjë shumë të rëndësishme, për interesa mafioze personale. Ky është Edi Rama, miqtë e mi. Të dashur miq, Shqipëria këto 12 vite ka njohur të këqija që nuk i marrë mend në tërë historinë e saj. Kur asnjë pushtues, asnjë epidemi, asnjë zi buke nuk ka arritur në 10 vite të paksojë shqiptarët me 45% të kombit, siç ka arrit regjimi e Edi Ramës. Dhe ju jeni dishmitar se ai arriti me dhunë, arriti me varfëri, arriti me përçmim dhe me poshtrim të shqiptarëve. Të dashur miq, qëndrimi juaj, qëndrimi shqiptarëve në 11 maj është shpëtimtar, është vendimtar për të sotmen dhe të ardhmen e kombit tonë. Ju lutem, mendoni për një moment ku jemi ne sot shqiptarët. Se çfarë të ardhme kemi ne sot, një komb i cili nga viti 2019 deri sot ka më shumë vdekje se lindje. Një komb i cili sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara javën e kaluar ka për shkak të migracionit lindshmërinë më të ulët në botë. Një komb i cili në qytetin e Ersekës 2 vite më parë pati vetëm një lindje. Vetëm një lindje. Një komb që shkollat i mbyllën njëra pas tjetrës, u shdruan shkollat miq, si dikur zyrat e kooperativave bujqësore kur ra sistemi kolektivizimit, dhe ato u mbyllën se ishin të këqija dhe duheshin mbyllë, po shkollat, institucionet e drejtësisë së edukimit, pse mbyllen? Mbyllen sepse s'kan nxënës, nuk kanë nxënës. Mbyllen se mbeten me një nxënës. Se Erseka në vitin 2030 në klasë të parë do ketë vetëm një nxënës. A nuk është ky një kushtrim? Një kushtrim për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, kudo që ndodhet, nga Afrika e Jugut në Polën e Veriut, nga njëri skaj i Bosnës, skajnë tjetër, nga një anë e Greqisë në anën tjetër, që me 11 maj të japë kontributin e tij për shpëtim në Shqipërisë. Qindra mijëra prej jush, shqiptarë në diasporë jeni regjistruar. Zoti e bekoft votën tuaj. Por Shqipëria ka nevojë për votën e qindra mijëra të tjerëve nga ju, që të vërshoni drejt saj dhe me 11 maj, në qendrat tuaja të votimit, të firmosni për mbysjen e narkoshtetit, fitoren e demokracisë. Të firmosni miq. Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot, zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minuta nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Mos u largoni, rikthehemi pas pak me edicionin e mesditës.